Gata po, ja dha mundësin që tash qeverisi vetëm edhe ta ketë komoditetin, po jo domosdoshmërisht se zoti Kurti nuk i ka marrë këto vota tjera krejt prej Mërgatës. Do më thonë janë 433.000 vota. Në rregull. Po e thënë... Gjevdet, në gjova, ta përfundojmë... Po jo vëshën si tova ndeshta me ta sqaru. Po, zakonisht replikat mund të në fund, sështë të thonë pa tjetë ndërprejtë Jesa tërpo kryot... Atëherë çka do të them që vërtet Mërgata e solli në këtë përqindje që është. Mendimi im është që te 37%... Fajtor Mërgatarë se... Po s'ka fajtor se tek e fundit kanë votuar. Jo, se është parë si fajtor këto ditë, është parë si fajtor. Fitoria nuk duhet me faj, se fitoria fitore është. Fitoria është fitore dhe s'ka fajtor. Është parë si fajtor. Edhe shumë gabim që është parë, edhe nga këndvështrimi, nga kushdo që është parë. Si fajtor është falë që ndërë. Po, dakor. Unë mendoj që lëvizja vetëndosje 37 dhe 39% i merr brenda qytetarëve të Republikës Kosovës, më shumë jo. Pjesa tjetër vjen nga Mërgata, prej 12% për momentin, 13% është votë e Mërgatës. Mbi 300.000 persona deklarohen që kanë ardhur në Kosovë. 600.000. Mbi 300.000 ishin ato sot sa i dëgjova, do thot nga ato rrugët, do thot ajrore dhe rrugore, të cilët kanë ardhur edhe në Kosovë. Nga këta që kanë ardhur, 300.000 nuk kanë pas të drejtën e votës, se ka dhe fëmijë në moshën 18 vjeçare. Po them, hajtë që 180.000-200.000 votues potencialisht kanë ardhur për të votuar. Dhe nga gjithë votuesit, përqindja më e madhe, se nuk dua të jem jo korrekte, përqindja më e madhe ka qenë për lëvizje vendosja. Andaj është ky rezultat. Është ky fjalë edhe subjektet tjera që s'kanë rritur, po themi jo, subjektet e tjera një gjë do të kuptuar. Subjektet e tjera më shumë kanë përdorur të drejtën e votës, Visoks, subjektet e tjera kanë përdorur me postën ambasadë ka mundësi, dhe dyta rezultatet tregon një gjë e tillë. Rënja e Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk do thotë që ajo votë ka shku, do thotë televizja vendose diku tjetër. Është sabotim i votës, mosdalje e votuesit të Lidhjes Demokratike të Kosovës për t'ia dhënë mbështetje Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë kështu e shoh, edhe kam takuar njerëz të cilët do thotë kanë qenë zhgënjur, kanë qenë me këtë procesin e çndrimit që zotri Lumir Abdigjiku ka mbajtur gjatë këtyre 9 muajve, nuk e kanë deleguar votën as demantojnë shifrat, rezultatet e komunave ku ka fituar LDK-ja demantojnë. Dhe tregon që ata nuk kanë dalur në votim. Mpeki rreth 50% që kanë votuar vetë vendosin. Po nuk po them pra është ngritur, kanë sabotuar votën. Do të kretë aty ku ka fitu ata të Mërgatës, Gjevdet, janë qytetarët Mërgatës që vinë edhe Peja ka Mërgatë, edhe Ferizaj ka Mërgatë, edhe Prishtina ka Mërgatë. Ma ju thoni që ka pas bojkot? Bojkot. Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk po them 100%, se është e pasakt, ka pas bojkot të votës ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sa është përqindja pjesëmarrjes, sa i ke po? Po pra me ardhin e Mërgatës, o Gjevdet, 300.000 votues po thonë që Mërgatë kanë votuar, sa rrisin këta përqindjena? 22, të lutem, 22% ka qenë në 9 shkurt, ka është 24.99, nuk është përqindje e madhe, nuk lëviz përqindje e madhe, Gjevdet, nga 9 shkurti dhe me tani. Po pak me dëgju dhe pyetjen e jo veç me dëgju vetë vetën. Nuk është përqindje e madhe, po me që s'fëm letë të përfundoj fjalin, po duhet pastaj të kem edhe këtë qasi, kërkoj ndjes. Që do të thotë, absolutisht e kam mik të mirë, se asnjëherë nuk kena asgjë personale, vetëm debatojnë për të mirën e debatit. Mirë. Atëherë, 21% ka qenë... Mirën e popullit. Absolutisht këtë punë kemi. 21% ka qenë pjesëmarrja, 24%. Do thotë pjesëmarrja nuk ka ndryshuar. Pjesëmarrja ka ndryshuar në mënyrë të madhe. Ka ndryshuar me ardhen e Mërgatës. Dhe votuesit e të ka sabotuar. 21% ka qenë me 9. Do të thonë 3% është. 3% me ardhen e Mërgatës. Është 3%. Po kjo rritet sepse ka ende vota diasporës nuk është hy këto në kalkulim. Do të thonë ka më shku 4-6%, 4%. A diku është ajo që orta mirë, po mundohet me e shpjegu, po na që mirëmi me çështjen e përcjelljes zgjedhjeve, ndoshta ndonjëherë edhe deri në shkollë me pa se si është rezultati, janë ata votues që kanë votuar brenda një qyteti ose komune të caktuar. Pra kanë dalë të votojnë. Mirë, po për shembull atë që kena diskutuar, po ta marr atë Ferizajin ton të dashur, që e kima për zemër, ku Agim Veliu fitoi... Agim Aliu. Agim... Desh me përmend, stash Agim Veliu. Tash kemi përmend, të kemi mos mëna me përmend Agim. Në moment su desh me përmend. Ka i natin e 9 shkurtit që LDK-ja s'ka hyrë me... Me Agim Veliu në ka picked up, të thot, urna. Agim Aliu. Të i pa balotash, se do ta kthejnë rezultatin në komunën e Ferizajt. A mund regjia të merr një rezultat